të Ballkanit Perëndimor dhe them këtë sepse ne shohim shumë investitorë të huaj të Europës që vinë dhe kanë dëshirë jo vetëm të bëjnë biznes në Shqipëri, se është tjetër gjë të bësh biznes në Shqipëri dhe është tjetër gjë të vendosësh dhe të jetosh, dhe jetojnë në Shqipëri, pra ka vendosur dhe të jetojnë në Shqipëri për shkak të kushteve të favorshme të pozitës gjeografike, pra të kohës, po nga ana tjetër dhe të mënyrës se si jetohet dhe se si qases në Shqipëri. Nga ana tjetër është shumë e rëndësishme të kuptojmë që vetë Tirana është një destinacion punësimi, një destinacion arritjesh profesionale, pra edukimi e si pasojë dhe punësimi. Pagat në nivele më të larta janë në Tiranë, se sa në qytetet e tjera kryesore. Bërit biznes, po të shohim, janë të përqendruara në Tiranë. Pra, gjithë Shqipëria duket sikur e shohin Tiranën si një qytet të realizimit dhe të një cilësie jetese. Pse e the një cilësie jetese? Sepse ne shohim dhe shëndetësia dhe shëndetësia më cilësore, pra arsimi mërsisor bëhet në Tiranë, universitetet në përgjithësi janë të përqendruara, pothuajse pjesa më e madhe në kryeqytet, dhe kjo e bën Tiranë një destinacion të preferuar dhe si pasojë një destinacion të preferuar jo vetëm për të jetuar, por dhe për të punuar. Që do thotë, çmimet e pasurive të patundshme, por jo vetëm dhe të qirave, sot për sot në Tiranë janë më të lartat krahasimisht me qytetet e tjera. Por të mos harrojmë,